shumica e stafit që vjen nga Kosova ose nga Lugina e Preshevës janë njerëz shumë specializuar ose njerëz që kanë një veprimtari biznesi. Kjo do thotë që kërkonin që të hapnin një sipërmarrje e cila punëson të njerëz. Pra nuk është se po marrin nga tregu i punës Shqipëri, përkundërzi po kontribuojnë që tregu i punës të zgjerohet. Kështu që për gjitha këto arsye ne morëm një vendim që ta heqim komplet burokracinë e lejeve të punës për qytetarët e Kosovës dhe qytetarët e Luginës Preshevës, pra vetëm për ata me komsi shqiptare, si një mënyrë për t'inkurajuar dhe për ta bërë më të thjesht hapjen e vendeve të punës në Shqipëri, po edhe punësimin e tyre. Nëse shkojmë, le të themi, statistikat e punësimit, shumica edhe atyre që nuk hapin biznes, por që punësohen në Shqipëri nga Kosova e Lugina e Preshevës, janë në zanate ku Shqipëria ka nevojë dhe nuk ka mjaftueshëm kapacitete, siç është teknologjia e informacionit, njerëz që dinë të shkruajnë software, njerëz që janë teknolog, edhe që kanë një eksperiencë madhe edhe në Perëndim, edhe në Zvicër dhe në Gjermani. Kështu që në këtë sens, jo vetëm nuk është prishur tregu i punës, por kemi nevojë për ato lloj punësh, të cilat tregu këtu me inflacion avokatësh nuk ka më nevojë, dhe për ata që hapin biznes. U bëhet jeta shumë e lehtë dhe gjykoj që përtej patriotizmit turbofolk, kjo është diçka konkrete dhe diçka që impakton jetë njerëzish, sidomos atyre që janë të rinj nga Kosova dhe Lugina e Preshevës.